Në ditët në vijim, çfarë skenari parashikoni, çfarë do të ndodhë, çfarë pritet nga situata? Po, unë mendoj që në Iran shpresojnë që të ketë një lloj, shpresojnë ata. Unë po shpresojnë ata që të ketë një lloj deeskalimi, sepse nga siç është nisur kjo histori, thash ai që rrezikon më tepër gjithmonë Irani. Në momentin që pushteti tregohet i dobët, i paaft për të reaguar dhe humbet në fakt atë lloj legitimiteti që i ka ndërtuar pikërisht mbi bazën e armikut të jashtëm, edhe nga ana tjetër edhe kapacitetit të pretenduar për të rezistuar armikut të jashtëm, patjetër që ka më vështirë pastaj të rezistojë edhe faktorëve të brendshëm, lëvizjeve pro-demokratike, të cilat në Iran kanë mbetur të fjetura, apo her pas here, si vulkani Etna ose Vezuvi që lëshojnë ndonjë shpërthim të vogël. Kështu që ky është më kryesor që ka Irani. Nga njëra anë është i detyruar që të reagojë, sepse duhet të tregojë opinionit vendas që ka akoma fuqi dhe kapacitet. Nga ana tjetër pastaj nuk dëshiron, nuk i intereson le të themi që të përshkallëzoj në mënyrë pa kontrolluar situatën, sepse natyrisht e di shumë mirë që është në gjendje inferioriteti të fortë nga pikpamja ushtarake. Është një situatë ku natyrisht kundërshtarët e vet, qoftë Izraeli, qoftë edhe Bashkuara, sidomos edhe Bashkuria janë në një avantazh të jashtëzakonshëm ushtarak. Kështu që kjo është ajo dilema e përhershme që ka Irani. Në fakt edhe nga masat që ka marrë, po e ka bërë dhe më përpara, në rastin e sulmit parë të Izraelit, sulmet kanë qenë të paralajmëruara. Ti kurdo që vërtet ta dëmtosh dikë, nuk shkon edhe ta lajmërosh paraprakisht që ta godasësh. Ndërkohë që kjo gjë ka ndodhur në sulmin e parë, pra ishte një sulm që ishte më tepër deklarativ se sa një sulm që synonte efikasitetin ose dëmtimin